Flasim pak për Turqinë, çfarë po ndodh me sulmet ruse mbi anijet turke, por edhe takimin që presidenti Erdogan pati me presidentin rus Vladimir Putin, për të cilin tha se me sa duket paqja mes Rusisë dhe Ukrainës është afër. Sokol Braja është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Sokol, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Mirë, çfarë po ndodh me sulmet mbi anijet turke? Po, Esmeralda, në ato orar që kishim takimin kokë në kokë dhe mes stafëve të zotit Putin dhe zotit Erdogan, në atë kohë Rusia sulmon anijet jo ushtarake, pra pa anijet më të mëdha të biznesit turk, pavarësisht se kanë një flamur të Panamas apo të një shteti tjetër, por janë ato anijet që më të vërtet të gjithë mallrat e tregtisë që nga drita e të tjera transportohen nga portet e Ukrainës për në Turqi dhe pastaj edhe në vendet e tjera. Në ato orar që ka qenë takimi, ka plas këtu dhe pse si qysh normalisht në median turke është dhënë habere, lajme, më falni Esmeralda, lajme shumë të pakta, pra u synuan, nuk di se kush i ka rast, di se si kanë ashtu, por nëse e referohem vetë gjendjes geostrategjike dhe problematike që tashmë kanë filluar marrëdhëniet problematike mes Putin dhe Erdoganit, dihet që këto gjëra ishin një mesazh shumë i mirë, domethënë nga ana e Rusisë për Erdoganin, duke thënë që shteti deri dje ke bërë të gjitha marrëveshjet me ne, që nga gazi, karburantet e ndryshme, dhe tani ti nuk do ta marr asgjë, sepse siç dihet Esmeralda, në muajin shtator, kur presidenti Erdogan ishte për vizitë zyrtare në shtëpinë e bardhë atje, i ka dhënë fjalën Amerikës, si tashmë edhe Turqia do të jetë në krahun e NATO-s, pra në krahun e Amerikës të bëjë embargo Rusisë, por me sa duket Turqia ende nuk ka ditur të luajë siç duhet në tavolinën e diplomacisë, dhe kështu që vjen koha që paguan një faturë, por pse dhe çfarë flitet në Turqi në fakt për këtë, Esmeralda, është një gjë shumë interesante që thuhet që centralet nukleare që janë të bërë made in Russia, pra domethënë që janë bërë për herë të parë një shtet bën jashtë shtetit, në një shtet tjetër centrale nukleare në akujë të Turqisë, atë zoti Trump e ka kërkuar që pjesën që e kanë rusët ta blejë një kompani amerikane e cila merret me centrale nukleare, dhe Erdogani ka shkuar me një agjent shumë të hapur, të gjerë, të madhe në tavolinë e Putinit, dhe kur i ka thënë që edhe aksionet tuaja që janë të rusët do t'ia shesim Amerikës, atëhera në ato orare thuhet që më thënë dronet apo prellat ruse kanë sulmuar anijet turke. Pra nuk është se ka qenë e rastësishme, s'ka se si tjetë në fakt, se ato nuk është se kanë qenë edhe të ankoruara në porte, ato kanë qenë në det të hapur, në mos gaboj në zonën ekskluzive të Ukrainës. Jo, nuk ka qenë rastësi fare, Esmeralda, rastësia nuk është, domethënë, në detin e zi, kanë qenë të gjitha të planifikuara, qoftë strategjia Ankaras, po ashtu edhe Putinit, sepse nëse Turqia i vën embargo, domethënë rusit, normalisht që ka probleme shumë të mëdha ekonomike që zaten edhe tani për tani Turqia ka problem, ka kolaps ekonomik, edhe pse rritja ekonomike sipas shifrave zyrtare janë në maksimum, është tjetër kjo, por ka probleme ekonomike, dhe nëse nuk e merr karburantet, në gazin, petrolet nga Rusia, me ato çmime që kanë bërë marrëveshje para 10 viteve, pra para 7-8 viteve, 10 viteve, atëherë Turqia do të ketë edhe më shumë probleme, por nga ana tjetër i ka dhënë fjalën dhe Trump që po do t'i bëjmë, do të jemi nga ana juaj atje, po njëjtën kohë po përgatiten edhe për zgjedhje të Turqisë, domethënë tashmë për 2 javë po hym 26-ën, pritet që 27-ën të kemi zgjedhjet për president, dhe presidenti Erdogan me çfarë do që po bën, domethënë me të gjitha manovrat në politikën e jashtme, me politikën e brendshme, me koalicionin e tij, ende nuk po rrit më shumë se 30% votën e saj, pra arrit të bëj paqe edhe me kurdit, edhe atë kryeterroristin për 4 dekadash, cili armiku më i madh i popullit, i kombit dhe i shtetit turk, Abdullah Öcalan'i, tashmë është bërë një mik i qeverisë Erdoganit, shkohet e flitet çdo ditë me te, por votat nuk po rriten, dhe kështu që Turqia, pra Erdogani, për të arritur me marrë votat për pas vite gjysmë ku mundi zgjedhjet,
atëherë do të bëhet diçka dhe nga ana ekonomike. Nga ana ekonomike duke i vu embargo Rusisë që duket shumë e vështirë, por ndoshta në pranverën e ardhshme mund të kemi edhe paketa ekonomike